Sot në ambientet e piramidës këtu në kryeqytet do të zhvillohen zgjedhjet për kryetarin e dhomës së avokatisë Tiranë. Procesi votimit pritet nis nga ora 9 e mëngjesit e të përfundojë rreth orës 18 pranë orën 6 pasdite. Në garë janë 8 kandidatë me styre dhe emra të njohur të avokatisë shqiptare, të cilët synojnë një mandat 4 vjeçar në krye të dhomës së avokatisë të Tiranës. Këto zgjedhje vijnë pas një periudhe gjatë drejtimi të dhomës së avokatisë Tiranës nga avokati i njohur Fatmir Braka, i cili ka qenë në krye të institucionit që prej vitit 2001. Gjatë ditës sotme, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrative Territoriale do të ketë dëgjesën në takimin e radhës në qytetin e Peshkopis, pranë qarkun e Dibrës, për të diskutuar me qytetarë, drejtues pushtetit vendor dhe zyrtar, pra gjitha çështjet që kanë të bëjnë me këtë reformë. Është ndalesa e radhës, sepse u bë tashmë një periudhë gjatë që anëtarët e komisionit po zhvendosen në qytete dhe në rrethe për të dëgjuar mendimin e gjithë secilit. Sot duke nisur nga ora 10, pritet zhvillohet gjykatë seanca e radhës në lidhje me padinë për shpifje të ngritur nga Tauland Balla ndaj Sali Berishës. Çështja lidhet me pretendime për deklarata të bëra nga Berisha, të cilat pala paditëse i konsiderohen si të pavërteta edhe të synuese për reputacionin e tij. Në seancën e sotme pritet që palët paraqesin qëndrimet e tyre procedurale dhe të vijojë shqyrtimi i materialeve të dosjes. Në varësi dhe të historisë procesit, gjykata pritet vendos për hapat e mëtejshëm të kësaj çështje. Këto dhe tjera zhvillime që kemi mundësi të ndjekim hapostapi dhe ti pasqyrojmë me gjitha detajet në Report Televizion dhe në shqiptarja.com. Ndalemi me njërë në këto mende dhe pa humbur kohë në pasqyrën e shtypit me gazetën Panorama së pari dhe do të shohim zhvillim kryesor kryer artikullin. Edhe njërë në gjithat përdit që me që në kanë mbritur në redaksi, do të jemi me numrin e kësaj të premteje për datën 22 maj të vitit 2026. Kufizimi i pushtetit, kryeministri vetëm 2 mandate. Hungaria ndryshon rregullat. Propozimi. Hungaria planifikon që të përfshijë në kushtetut një kufizim prej 2 mandatesh për kryeministrin. Sipas Bloomberg, amendamenti përkatës është propozuar nga partia e kryeministrit të zgjedhur dhe që ai edhe tati që ka marrë detyrën prej pak ditësh, Peter Magjar. Sipas nismës, një person nuk do të jetë në gjendje që të mbajë pozicionin e kreut qeverisë për më shumë se 2 mandate radhazi, ose gjithsej 8 vjet. Nëse rregulli i ri zbatohet për mandatet e mëparshme, ish kryeministri Orban për shembull, i cili drejtoi qeverinë për 16 vite, do të ndalohej që të kandidonte përsëri për këtë post. Në faqen 2 mund të lexoni më tepër, por është e thjeshtë këtu nuk është se kufizohet një parti politike të fitojë zgjedhjet. Patjetër, zgjedhjet mund të fitojë një parti edhe për 12, 16 apo 20 vite, por kandidati për kryeministër të mos jetë i njëjtë, pra edhe në mandatin e tretë, nëse një parti e fiton me atë që ka qenë 2 mandatet e para. Pasuritë e sekuestruara, baba Jervis Martinajt në GKK, kam 3,5 milion euro të ardhura, i justifikoj me dokumente dëshmia, një banesë ja falem Elio Hatos, i shpëtoi jetën djalit. Çfarë ka ndodhur më tepër lexoni në faqen 6. Mbetemi në Panoramën, një tjetër zhvillim kryesor. Korupcion tek tatimet, koncensionet dhe PPP-t. Zbardhet raporti i BAR për Shqipërinë. Bashkimi Evropian kritika e qeverisë për mbrojtjen e zyrtarëve të korruptuar. Raporti i BAR e kalon këtë fazën teknike. Raporti i BAR është një raport i ndërmjetëm, por që e ka kaluar fazën teknike. Pritet të miratohet sot nga ambasadorët e Bashkimit Evropian. Më datë 26 maj do të jetë edhe konferenca ndërqeveritare. Në fotën kryesore shohim në ekran është një moment nga mbledhja e Këshillit të Evropës. Migracioni, profesor Hasana i prezanton studimin në Parlamentin Italian. Kompensimet, lista, qytetarët që shpronsohen në Tiranë dhe Durrës. Zhvendosim një material që vjen nga Ilir Cenolari, Origjina, dëshmit bizantine që lidhin vlehët me ilirët dhe shqiptarët. Rubrika Histori Dostier në faqet 16-17 si çdo ditë, refuzoi të dëshmonte kundër SBA-ve, jo pushtet vetëm me komunist. Deklarata që fundosi Kol Kuqalin, proces verbali i hetuesisë i vitit
1947. Opinionet e ditës në këto momente, dy janë ato që pasqyrojnë faqen e parë. Bestim Drejgjoni shkruan: liria ka një emër në Shqipëri, Spaç e në Kosovë UÇK. Nga Faruk Myrtaj, rreth himnit kombëtar të akademikut Vasil Tole. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Panorama në numrin e kësaj të premteje, pra për datën 22 maj. Lëm pas këtë të përditshme, zhvendosemi me gazetën Tema, që është e radhës. Do të shohim zhvillim kryesor në gazetën Tema, ka të bëjë në fakt edhe me kancelarin e Gjermanisë Friedrich Merz, disa propozime të tij bëra publike gjatë ditës djeshme për Ukrainën, por dhe për vende të tjera, pra që aspirojnë në integrim apo antarësim në Bashkimin Evropian. Zgjidhje inovative për vendet kandidate. Zbulohet letra e Friedrich Merz për Shqipërinë. Në faqen 3 mund të lexoni më tepër gjithçka dhe propozimin e plot. Shqipëria merr dritën jeshile për IBAR-in, pra për raportin e ndërmjetëm. Konferenca e 8 ndërqeveritare më datë 26 maj. Zbardhet dokumenti i IBAR, çfarë u vendos për kriteret e Shqipërisë. Dëshmia e rrallë ishte burgosurit politik. Nuk lash fjalë pa e sharën Veroxhën, por komandanti i burgut nuk më denoncoi. Në faqet 10-11 e lexoni rubrikën Histori dosier me këtë zhvillim që pasqyrohet sot. Ngjarje e rënd, kreu Jakus Shkodër dhunohet me sendet forta. Antena brenda familjes, muli shqetësuar nga programi i inteligjencës artificiale në Partinë Demokratike. Babai Ervis Martinajt ka deklaruar: kam ecur me $800.000 në makinë. Opinionet e ditës së pari nga Merobaze, IBAR, një fitore e pompuar nga shterpësia e opozitës. IBAR është një hallk në procedurën e plotësimit të hapave që Shqipëria dhe çdo vend tjetër kandidat për antar në Bashkimin Evropian duhet të bëjë për të ratifikuar pra gjithë grup kapitujt. Nga Albatros Rexhaj, kush pret me shpresë, pret pafund mirazhi i Brukselit. 2 dekada reformash dhe besnikëria strategjike e kanë lënë Shqipërinë të trajtuar jo si antar të ardhshëm në Bashkimin Evropian, por si kandidat të menaxhuar përgjithmonë brenda një procesi. Dhe nga Roland Lami, gjeopolitika e Bashkimit Evropian përkundrejt burokracisë. Raporti i fundit i IBAR-it, duke se po konfirmon një realitet të ri politik, ai që integrimi evropian në Shqipërisë po ndikohet sot më shumë nga zhvillimet gjeopolitike se sa nga meritokracia apo ritmi real. Këto ishin opinionet pak a shumë në një mënyrë apo në një tjetër të treja të lidhur edhe me çështjen e integrimit apo me Brukselin. Ndërkohë e përfunduam gazetën Tema, sepse këto ishin zhvillimet që pasqyroshin faqen e parë në këtë të përditshme. E radhës është gazeta Dita dhe do të shohim zhvillimin kryesor që sjell një rasti Rexha. Do të fokusohemi me detaje për të kuptuar më mirë për çfarë bëhet fjalë. Republika e mediokritetit. Pra rasti Rexha, Republika e mediokritetit. Marrim të tjera zhvillime. Parlamenti shqiptar ka rënë në pikën e tij më të ulët historike, duke u shndruar nga tempulli i fjalës dhe i përfaqësimit në një shtëpi të zymt ku triumfon mediokriteti dhe heshtja. Një deputet pothuajse fantazm në sferën publike ka marrë përsipër që të propozoj ligjin që i kthen emërimet e shefave të komisariateve në duart e politikës vetëm 2 vite pasi reformat e trumbetuara i shpallën konkurset si shpëtimin e vetëm të uniformave blu. Më tepër lexoni në faqen 2 dhe 3. Ky në fakt është një zhvillim patjetër që çdo media, çdo gazetë e trajton edhe në mënyrën e saj, edhe në varësi për atë perceptimit dhe të linjës editoriale, por është një zhvillim që ka të bëjë me një propozim nga deputeti Rexha, me të vërtetë që ne kemi pasqyruar dhe transmetuar që ditën e djeshme këtu në Report Televizion, me të gjitha detajet çfarë propozon konkretisht, dhe për vërtetës deputetin Rexha na u kujtua ditën e djeshme nuk është ishte një nga ato figura që mund të mbahej mend. E një ndër propozimet e tjera është që në një moment që ka qenë drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, pak a shumë mund të rikthesh sërish në aktivitet me gradën drejtuesi parë dhe jo të mbetesh jashtë sistemit. Vjojë mëtej një shpërsim dramatik i tekstit final të pozicionit Bashkimit Evropian për Shqipërinë.
janë vendosur 32 ndryshime substanciale në 11 fusha tematike. Dokumenti i ri shpreh keqardhje të hapur e të rrallë diplomatike për sulmet mbi institucionet e drejtësisë, duke referuar tërtorazi, ndërhyrjet e kuvendit dhe të SPAK për çështje dhe çështjen Balluku. Ndryshimet e reja: konsensusi jashtë kamerave për rregulloren e kuvendit, PD-ja fiton minutat, Partia Socialiste ruan komisionet. Mazhoranca dhe opozita gjetën gjuhën e përbashkët për rregulloren e kuvendit, pasi gjykata kushtetuese rrëzoi ndryshimet e mëparshme nga deputetët e mazhorancës, një çështje që edhe si tendite mund të marrim mendime dhe ta diskutojmë. Analizë bota, SBA dhe Kina duhet të mësojnë të bashkëpunojnë. Vendimi ekonomik, qeveria miraton 3 parqe të reja fotovoltaike. Jemi ende me gazetën Dita dhe kemi rubrikën e shëndetit. Fatura e barnave të rimbursueshme në Shqipëri ka shënuar një rritje prej 660 milion lekësh. Ky ekspansion buxhetor lidhet drejt për drejt me shtimin e frikshëm të rasteve të reja të sëmundjeve kronike dhe akute. Studimi i ri, konservuesit rrisin rrezikun për sëmundje zemre. Vendimi i ri, centralet në toka shtet me qira minimale. Hetimi i SPAK. Përgjimet që nxjerrin zbuluar biznesmenin Bashkim Ulaj dhe djalin e ish kryeministrit Berisha. Dosja ka dëshmuar se si institucionet shtetërore përdoreshin si regulator privat për ndarjen e pasurisë publike dhe tregut të interkoneksionit apo interkonjeksionit. Së fundmi, gazetën Dita, investim në humbje, autokracia dëshpëruar e Partisë Demokratike, farsa 23 majt dhe gara parivale 81 vjeçarit Berisha. Partia më e madhe opozitare është shndruar përfundimisht në një strukturë sui generis që nuk ofron më alternativë për elektoratin, por shërben thjesht si një mjet për mbjetesën politike të liderit të saj historik, pra investim në humbje. Garën e nesër me 23 maj nesër është, kështu e cilëson gazeta Dita. Mirë, ne përfunduam edhe me këtë të përditshme, gjitha zhvillimet që pasqyroshin faqen e parë, vijojmë pasqyrën e shtypit, vijojmë programin Shtypi ditës dhe ju, e në këto momente radhës është gazeta Telegraf. Përveç zhvillimeve të tjera, kemi dhe suplementin Pena Shqiptare sot, si çdo të premte, por së pari jemi me kryeartikullin. Drejtësia e re kthehet në puç ndaj qytetarëve, vettingu selektiv i la hapur derën vetgjyqësisë. Nuk ka poshtërim më të madh për një popull, se sa kur i varfri e di që për të ligji vepron shpejt, ndërsa për të fortin, ligji mendon gjatë, stepet, zvaritet, vonohet, negocion me heshtjen dhe shpesh mbron dhe shpesh mbaron impir përballë pushtetit. Në mungesë edhe të gjetjes së drejtësisë tek organet e rendit apo tek sistemi i drejtësisë, qytetarët po i zgjidhin vetë problemet me kanun apo me vetgjyqësi. Procedimet për këtë vepër penale janë rritur me 34,35% vetëm gjatë vitit 2025. Shqipëria ka ngritur institucione, ka bërë reforma në letra, ka prodhuar shumë fjalime propagandistike për drejtësinë, por në fund problemi është vetë shteti me mënyrën se si funksionon. Ky është zhvillim kryesor në Telegraf, më tepër se kaq mund të lexoni në faqen 6. PSD bëhen bashkë miratojnë me 100 vota rregulloren e re të kuvendit, ja çështjet që i bashkojnë më shumë se ato që i ndajnë. Skandali me Jet Bank Liçi, paratë e shqiptarëve janë në duart e një individi të mashtrimeve Forex, po fshehin dokumentacionin për licencimin. Kryetarja e AMA-s, Armela Krasniqi. AMA është autoriteti mediave audiovizive. Vjen në Tiranë platforma europiane e rrjeteve rregullatore, 42 shtete diskutojnë sfidat e tregut mediatik në kuadrin ligjor. Eci mëtej, alarmi i Bashkimit Evropian, Brukseli konfirmon zyrtarisht miratimin e draftit të qëndrimit përbashkët Bashkimit Evropian për Shqipërinë, por njëkohësisht sinjalizon shqetësimet. Vendi i zhytur në korrupsion në çdo hallk të shtetit, nga kadastrat e doganat, shëndetësia, arsimi, ndërhyrjet në drejtësi dhe imuniteti i zyrtarëve të korruptuar. Vijojmë me rubrikën sociale, biznesi oligarkëve, vulosen 3 fotovoltaik nga Lushje në Sarandë.
të dhënat e shqiptarëve tek përbindëshi i ri Albanian Digital Solution, më keq se akshi, monopol dhe kontrata patenter. Mjeku në familje, çfarë është kisti apo qisti në veshka, shkaktarët kryesor, simptomat dhe mjekimi sipas moshës, ushqimet që parandalojnë sëmundjet kardiovaskulare dhe ato të prostatës. Sekretet e këngëtarit dhe furxhiut Xhevat Avdalli, miku të Enver Hoxhës me gratë e Gjirokastrës, dosier nga Ylli Musta, si u kthye figura e Xhevatit në një qendër kulti, ku mund të merrje vesh çdo gjë në Gjirokastër, nga martesat te të dashurit, pleksja e marrëdhënieve njerëzore dhe gatimet, si erdhi tek kjo furrë në mars të vitit 1978 Enver Hoxha, takimi me Xhevatin, bisedat dhe si ja morën me zë të ulët këngës Gjirokastriqe. Opinionet e ditës nga akademik Artan Fuga mund lexoni. Me çfarë i paguajnë pasojat e hetimeve kundër korrupsionit? Dhe doktor Florian Fusha shkruan, betonizimin në Pishporo, policia mbron krimin, jo ligjin. Së fundmi, por jo për nga rëndësia, sepse për një pjesë mirë qytetarëve zhvillimet letrare kulturore kanë një interesin kryesor, kemi suplementin pena shqiptare. Nga Kastriot Saka mund të lexoni Magjia e Burgut, Bashkim Koçi shkruan trëndafili i Vupës. Nga Dritroa Golli, shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo. Zagol Gjoni, Maksimo Sabeliu, humanisti dhe qytetar nderi Skraparit, botohet në Spanjë, epoka legjendare shqiptare. Ilmi Qazimi, fjalëzat e një shpirti, Klodi Stralla, kush jemi ne, prej nga vim e ku po shkojmë. Shefika Rifi, fëmijët, Merita Gruda shkruan para diellit. Nga Riza Çato mund të lexoni për syt e pashkuar, nga Haxhi Dikolli, një natë nga jeta e një burri, poezi Dritroa Golli, Edmond Tupja, ti lindes ti drita me pasht. Poezi dhe tregime nga autorë të ndryshëm, Elpiora Luka, Mimoza Osmani, Alma Zenellari, e deri tek Mimoza Lushani dhe Mimoza Çobo. Me suplementin pena shqiptare, përfunduam dhe gazetën Telegraf, kështu që do të kalojmë në këto momente në Panorama Sport, me zhvillimet nga futbolli kryesisht, nga futbolli në vend ekipi kombëtar, e përgjithësuar me mediat online. Por shohim kryer artikullin që ka të bëjë me ndeshjet e Final Fourit, ky i këtij viti, është një Final Four në mënyrën e funksionimit ndryshe. Cana i deklaron ka pasur aleanca, Final Fouri është dështim. Trajneri i njohur analizon kategorinë superiore, Dinamo duhet ishte për titull, të shtohet numri skuadrave, nuk dallohen pretendentët me ekipet e rënies. Kur thash që Final Fouri është ndryshe këtë vit, sepse nuk është me gjysmë finale dhe finale pra me eliminim, por është me grumbullim pikësh. Italiani Maran u emocionova kur më thiri Shqipëria një komb krenar. Pra, trajneri i ri kombëtares na cilëson ne shqiptarëve si një komb krenar. Trajneri kombëtares flet nga Italia, duhet të shkruaj historinë, ka dhënë një intervistë relativisht të gjatë për La Gazzetta dello Sport, një nga mediat më prestigjioze në Itali, se takon edhe sportit. Djersa dhe sakrifica në ADN-n e shqiptarëve do të jetojnë në Tiranë. Kliton Bozgo deklaron Silvinjo dështoi në përzgjedhje, Rolando, pra trajneri i ri, garanton disiplinë. Deklarata, Kepa sulmi po e trafton vllaznin. Ish mes fushori Çapja Elbasani të mos bjerë nën presionin e titullit. Zhvendosemi në analizën, Bregu dhe Fernando, dy më të mirë dhe superiores. Kryeqyteti, 5 trajnerë të shkarkuar në 36 javë kampionat. Tirana dhe Partizani kryesojnë me largimet, flamurtari Ignatja dhe Teuta plotsojnë puzzle-in. Korçarët hapin bisedimet, Skënderbeu i mat pulsin Kërnajës si ja trajneri favorit për të ulur në stolin e ekipit të Skënderbeut. Botërori vitit 1958, vetëm Brazili përballon predhat e Fonteinit. Nga Holland tek Ronaldo, kush mund të bëhet kampioni i ri i parë i botërorit. Itali, Juventusi në qark të shkurtër, Elkan vendos pas derbit, Gjermani, Hansi Flick në zemrën time ka vetëm 3B, Premier Liga, 6 klube angleze në Champions, si
realizohet skenari. Mirë, të ishin gjitha zhvillimet dhe materialet edhe në Panorama Sport. E vjojnë pasur në shtypjet në këto momente, me njerë dhe me interes pa tjetër, me mediat online për të gjetur dhe për të marrë zhvillimet e minutave dhe orëve të fundit. Po shihni edhe në fleshin informativ, një ngjarje në fakt të regjistruar në Vlorë, në orët e para të mëngjesit, dhe që në shqiptarja.com, në faqen zyrtare në internet, është lajmi i parë, pra zhvillimi kryesor që shoqërohet edhe me një foto që po ndiqni në ekran po ashtu. Gjithsesi fokusohemi më konkretisht, edhe njërë duke përditësuar zhvillimin. Digjen 4 makina betoniere në Vlorë, shkak dyshohen konfliktet e pronarit Blerti Mëhillaj. Sipas burimeve paraprake, mjetët kanë qenë parkuara në ambientet e kantierit në momentin e ngjarjes, dyshohet se një person ka hyrë në zonë, i ka spërkatur me benzinë dhe më pas u ka vënë flakën. Ky është zhvillimi i minutave të fundit. Digjen 4 betoniere në Vlorë, shkak dyshohen konfliktet e pronarit Blerti Mëhillaj, konkurenca apo dhe çështje tjera, por gjitha këto organet hetimore do t'i zbulojnë politik. Çifti Meta Kryemadhi morën miliona, por kompania e Adrian Shatkut pagoi edhe familjen Berisha, VKM-ja e personalizuar e Berishës për klientin e Argitës. Nga redaksia investigative ky material plot e lexoni në brendësi. Mbetemi tek politika me kuvendin PS dhe PD. Konsensus për ndryshimet në rregullore miratohen me 100 vota pro. Kreu i SPAK-ut nuk raporton më në sallën e kuvendit, por vetëm në komisione, jo seancë pas orës 22, pra jo seancë natën apo deri në orët e parë të mëngjesit. Dhe sërish nga politika, nga kolega Razila Myslimaj keni mund si lexoni. Negociatat në hapin tjetër, Report Televizion siguron raportin e vendeve anëtare për Shqipërinë. Korrupsioni, shqetësim thelbësor, sulmet ndaj SPAK në rritje dhe shqetësuese. Nga shqiptarja.com, që është faqja zyrtare në internet, e që unë juftoj ta vizitoni në çdo moment, sepse më besoni, informoni mbi gjithçka. Kalojmë pak në mediat italiane për gjetur dhe për të marrë zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Do të jemi së pari me Corriere della Sera, me disa prej zhvillimeve kryesore. E kemi në këto momente dhe do të fokusohemi më konkretisht. Një lajm i orëve të fundit, është kish po shohim këto momente në ekran, ka ndruar jetë Carlo Petrini, themeluesi i Slow Food në moshën 76 vjeçare. Dhe jepet lam të mira, një gastronomi vizionar, pra që në një farë mënyrë bënd edhe politik me ushqimin, personazh i njohur. Do të shohim të tjera zhvillime dhe do të mbetemi sërish pra me Corriere della Sera. Normalisht edhe në një farë mënyrë çështjet që na interesojnë më shumë janë ato zhvillimet nga luftrat, themi luftrat, Ukraina me gjitha lindja e mesme. Dhe jemi me situatën në luftën Rusi-Ukrainë. Zelenski ka deklaruar që Ukraina ka goditur apo ka shënjestruar vendin e shërbimeve sekrete ruse në Kherson dhe mes personave që kanë humbur jetën dhe atyre që janë plagosur janë gati 100 persona. Nga ana tjetër bëhen ushtrime apo bëhen prova nukleare me Putin dhe është testuar në një farë mënyre raketa hipersonike Zirkon. Kjo sa i përket, theksoj edhe një tjetër zhvillimeve që vinë nga lufta Rusi-Ukrainë. Ka një zhvillim të rëndësishëm, në lojë në fakt është Gjermania, si me çështjen e integrimit apo dhe me çështje tjera, dhe në fond është kancelari Friedrich Merz. Diçka që po bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës është fakti që ndoshta po mundohen që edhe në NATO të mos kenë atë rolin më të madh apo dhe të tërheqin trupa nga Europa. Dhe Gjermania, Friedrich Merz ka deklaruar përpara kësaj situate të tillë që ne do të marrim përgjegjësitë tona. Nga ana tjetër, Donald Trump ka njoftuar se SBA do të kenë 5.000 ushtarë të tjerë në Poloni. Vijojmë me gjitha këto ndryshimet në qëndrime dhe në reagime që bën presidenti Amerikan Donald Trump, duke theksuar se jemi duke superfituar një farë mënyrë luftën, më pas në ndryshon kur sot jemi shumë pranë sulmeve të reja, dhe ka një material që tregon me detaje se si nga këto qëndrime edhe shumë të ndryshme
të presidentit Amerikan lëvizin edhe tregjet, pra tregjet bursat ekonomike apo edhe çmimi i naftës. Nga ana tjetër, drejtuesi i operacioneve të anijeve të SBA-ve, pra të flotës apo të marinës të SBA-ve, deklaron që ne nuk mund të eskortojmë apo të shoqërojmë anijet në Hormuz. Mirë, këto janë gjitha zhvillimet kryesore që kanë të bëjnë edhe me situatën e luftrave, por dhe zhvillimet tjera të orëve të fundit që kanë të bëjnë me arenën ndërkombëtare. Dhe po ashtu, kjo ishte gjithë pasyra shtypit për ditën e sotme, pra numri kësaj të premta janë të përditshme që ne nga mbritur në redaksi, por dhe me mediat online, ku morëm zhvillimet e orëve dhe minutave të fundit. Njërë në pak reklama, shumë shkurtimisht rikthehemi për të vjuar me shtypit ditës dhe ju, e me gjitha për të njësur komunikimin së bashku. Rikthehemi në studio, nisim me njërë komunikimin së bashku, të shohim edhe temën e ditës në ekran, përse dhe vëdë kanë arritur një tjetër konsensus, temi një tjetër marrëveshje apo dakordsi, edhe është miratuar me 100 vota, rregullori i re ku vendit me disa ndryshime, ndoshta do të përmendim 2-3 për tyre. Pyetsim si e vlerësoni konsensusi tjetër përpara një jave pak a shumë ishte për miratimi i një rezolute. Por diskutimin do bëjmë edhe shumë më gjerë dhe shumë më tepër se kaq. Mirëmëngjes, përshëndetje, mund të bëni pjesë e programit edhe me opsionin video call për me zëllë me figurën 69 60 13 649. Urdhëroni, përshëndetje, do t'i kemi me njërë pas pak temat në ekran. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Dikush, e kemi telefonat, por ju lutem mund të flisni, përshëndetje, mirëmëngjes. Nesër janë edhe zgjedhjet apo gara për kreun e PD-s, por është një kandidat i vetëm, si e vlerësoni. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim pak çaste, sa kemi edhe telefonatën e parë në studio. Ka zonja pozitrin që janë në linjë, por sa të jemi në studio me mendimin për temën e ditës e jo vetëm. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesit, tentojmë edhe njëherë, apo ndoshta kemi diçka, kemi mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi, përshëndetje Andi. Ani, mirëmëngjes, të përshëndes, të urojnë ditë mbar. Për hir të vërtetës, duke parë disa zhvillimet, kam pritur që të bëhesh pjesë e programit, para gjykuar për çfarë do diskutosh, por e kam një parashikim. Më thuaj. Jo, nuk ka qenë mundësia ime, po me hynë në biseda, po nuk ka hynë numër, si me tha, nuk e di. Okej, jo. Tjetër gjë të thash unë. Tjetër gjë të thash. Unë thash që të kam pritur. Unë do flas çik për kampionatin shqiptar. Për kampionatin shqiptar. Më thuaj. U bën pazarët në fund, po problemi është se du të jetë gara vërtet, apo jo garë me larje borxhesh, në kupton, edhe kështu që është i çik problema e gjë. Se edhe Teuta me ndeshje shtesë mbijetoi dhe unë nuk e ndoqa ndeshjen, por thanë që aty Pogradesit i dha një karton të kuq etj. Mirë, dakord, ka tani, po mu më duk loja drejt, se e pash. Okej, pa e parë gjykuar, thash ato që pash në rrjetet sociale. Po? U foli qik në përmendje ajo ndeshje, po... Eksakt. Po edhe Pogradeci ishte ekipi fort, nuk ishte ekipi dobët. Tjetër, se unë kam pritur që të flasësh për ato që bën Izraeli me aktivistët që çojnë ndihmë në Gaza. Ajo është shteti fullishëm botë, burr. Këtë ke pas merak gjithmonë, prandaj po normal, pa të flisë edhe më pak, po them që ajo është shteti më i fullishëm botë. Unë nuk e di si e përkrajnë sa shtete, atë lloj genocidi që ka bë në Izrael dhe Libanin që të vra njerëz, ata kanë manin vetëm me vra, me gjak, vetëm për gjaka kanë menë Allah. Po kjo Europë, kjo nuk e di si, Allah nuk e di Allah. Po sa buk për Japonë në Rusi, po këti të se bëjnë do të, se është miku i ngushtë Amerikës. është turbe, është turbe. Ka për njerëzit që ndihmojnë njerëzit, nuk e di unë, vetëm të lloj shteti kam parë. Këtë herë ishte edhe një aktivist shqiptar, Baki Goxhaj, që besoj në Turqi apo mund të jetë kthyer. I pash
gjithë. Me qartë. Shturme, ti lidhesh atë çka krimi bën ata, ta dim edhe ne. Çka krimi bën, ti çun njerëz me hunger. Kjo është krimi. Me qartë. Mirë, Ani. Ju falenderoj. Faleminderit për shëndes për telefonatën. Skandal i madh, në fakt, ishte edhe ajo që ndodhi. Mirë, besojmë nëse e kemi, përjesim tjetër telefonat apo një tjetër bisedë për temën e ditës e jo vetëm. Gjithmonë e temë diskutimin mund të bëjmë shumë më gjerësisht, nuk është se jemi të kufizuar. Urdhëroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jam një që punoj jashtë shteti, po desha të flas për të marrëveshjen që kanë bërë mbrëm këto. Po së pari më vjen mirë që bësh pjesë të programit, me atë që kuptoj kështu dhe me zë dhe figurë bësh pjesë për herë të parë, e nga na telefonon në çfarë shteti i ri, edhe je në punë, me çfarë merresh në punën e përditshme? Po jam kamionist, shofer. Shofer, jo, atë e shoh, po me çfarë kështu, mallrash, gjërash etj. Industriale, gjithçka. Po shumë mirë. E nga në kë shtet jeton? Ku jeton? Në Itali. Në Itali, shumë mirë. Të dëgjoj se ta bënim një hyrje, një prezantim të vogël. Po të flas pa bezdisje dhe të tjerë, sepse gjithkush i ka menimet e veta, po. Jam sigurisht nuk kam frikë të them jam i majt. I majt. Po. Porque familjerisht jam i majt, po problemi është që në thënë drejt, këto e kanë, mos ta them atë fjalën, e kanë qelbur kret. Janë për të ndruar gjithë, këto bashkëpunojnë bashkë. Sala është dakord të rrihet ku është, ky është ka ra dakord të rrihet ku është, edhe ne domethënë gjithçka është rrotulluar rast këtyre dy personave. Po. Nuk e kuptoj. Nesër Berisha zgjidhet në krye të PD-s. Ju tha që jeni në majt, nuk dia ju intereson kjo, po. Jo, më intereson, unë jam i majt shumë, po nuk jam partijak. E kuptoj. Po, më intereson PD-ja, sepse duhet këtë një opozit fort. Stali Berisha ka marru, dhe më thonë, mosha bot vetën e gjithçka bot dhe nuk ka që japi muaj. Aja aty është për hallet e vete, nuk është për hallet e njerëzve, a i ka hallet e vete dhe i ka të moja hallet, sigurisht. Nuk di që të them, unë nuk di pse duhet i shkosh mrapa një njeriu, nuk jam me PD, nuk kam qenë kur, edhe me këto, edhe besoj që kohë më ka dhënë drejt. Se ky që një ish komunist, që pa dashur, mjes e zuri gjumin në tesën e partisë punës, mjes u gdhi demokrat. Me dy fjali unë të pyes, nga aty në Itali që ju jetoni dhe punoni, si të duket se qeveristet Shqipëria? Shiko, të themi të vërtetën, neve nga jashtë, na duket që pak edhe ata, nuk ose s'kam punu, po dhe më thonë, më duket korrupsioni është i madh. Megjithatë është në kuadrin se duhet i faktohet, derisa nuk është faktu korrupsioni, për shembull. Okej. Nuk se jemi në kuadrin e fashëthemeve. Dakor. Mirë. Megjithatë, me thënë drejtë, po të qetë një opozit fort, Edi Rama, unë edhe po qetë në opozit, do ta votoj prap. Me thënë drejtë, po duhet hikit, largohet, sepse po atëre, shiko, këtu është ajo, se edhe kohë nuk kemi dhe të ngecim pak. Megjithatë inshallah ai ka një. Këtu është ai paradoksi i madh, që ju thoni jam i majt familjarisht të tjerë dhe nuk mund të ishte dhe i djathtë, nuk ka gjë të keqe, nuk gjykoj, nuk paragjykoj. Keni gjithë ato pakënaqësit tuaja etj, por thoni që edhe unë prapë do ta votoja. Këtu është paradoksi me shqiptarët, se si puna e zotërisë mund të ketë edhe shumë. Një fjalë për ta mbyllur, të lutem. Po. Okej. Ju jeni gazetar të shkëlqyeshëm, që duroni shumë, po duroni edhe mua. Po patjetër. Faleminderit për efekt kohë, edhe sinjali besoj morëm gjithë mendimin.
Ditë të mbarë dhe punë të mbarë. Respekt, gjithë mirë. Respekt e mirë pritur në program. Shumë shkurtimisht shkëputemi për këshillë shëndetësore me shumë interes, por gjithë ata që kanë vështirësi probleme në të ecur, që do të thotë probleme dhe me kockat. O-Ben është zgjidhja më e mirë e mundshme, madje zgjidhja perfekte. E ndjekim me detaje për të kuptuar pse dhe rikthehemi. Jemi në studio me njërë marrë një tjetër bisedë në lidhje me temën e ditës të jo vetëm, për STDP konsensus edhe për regulorin e kuvendit me 100 vota, si e vlerësoni me disa ndryshime, disa për tyre dhe mund t'i përmendim. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje dhe kënaqësi, më thuaj. Një gjova komente dje për ambasadorin amerikan që do vije. Po. Një gjova shumë komente për karrierën e tij general. Po, ushtarak general. Unë shpresoj që ai jo vetëm general, jo vetëm ambasador në Shqipëri, po ai në Shqipëri të jetë, shpresoj që të jetë fuqiplot. Për shembull, shpresoj që të gërmoje çdo korrupsion dhe çdo poshtërsi që a bën për 35 vjet. Shpresoj që ai të informohet se si u thye embargo e naftës ndaj Miloševićit. Shpresoj të dije se si u vran vetëm për 97 mbi 3500 jetë njerëzish. Shpresoj që ai të dije se si presidenti shqiptar urdhëroi avionat për të bombarduar jugun. Shpresoj që ai të dije se si u vran protestuesit me 21 janar. Shpresoj të dije se si u hodh ner Gërdeci dhe u vran 26 jetë njerëzish. Dakor. Shpresoj që të dije gjithë poshtërsitë e politikanëve tonë se si u zhduk ushtria jonë. Dakor, faleminderit. Ju kuptoj dhe do ishe dëgjuar deri në fund për efekt kohet. Përshëndes, falenderoj për telefonatën, thelbin e kuptuam edhe të gjithë politikanëve. Mirë, sërish do të shkputemi për pak në këto moment, shumë shkurtimisht, për një tjetër këshillë shëndetësore për gjithë ata që kanë probleme me prostatën dhe vuajnë kanë një bezdisje shumë të madhe nga urinimi shpesht. Me gjitha gjatë natës bëhet një problem shumë i madh. Natyra terapis sjell prostatol kompleks. Të ndjekim dhe rikthehemi. Vjerë në këto momente me programin Shtypi i ditës dhe ju do të vjojmë me radhë njëra pas tjetrës me parashikimet. Pari parashikimin e motit me shumë interes, jemi edhe në prag të fundjavës, temperaturat që dje u kuptuar që le të themi kanë mësuar një rritje, kështu që shohim me vëmendje parashikimin e motit për sot dhe nesër në Shqipëri dhe Europë. Ndërsa në këto moment njëkim së bashku me interes edhe kuriozitet pa tjetër për shikimin e yjeve për horoskopin ditor për këtë të premte dhe për datën 22 maj.
Dashi, në dashuri sot mund të përjetoni një moment të këndshëm me partnerin ose një afrim të papritur nëse jeni beqar. Komunikoni hapur ndjenjat tuaja, pasi partneri do të vlerësojë sinqeritetin tuaj. Në punë ju pret një ditë me sfida të lehta, por me mundësi të mira për të treguar aftësitë tuaja. Shmangni shpenzimet e panevojshme dhe përpiquni të kurseni. Demi, dashuria sot kërkon më shumë mirëkuptim, ndaj dëgjoni me vëmendje atë që partneri ka për të thënë. Shëndeti i përgjithshëm është i mirë, por një pushim i shkurtër do t'ju bëjë mirë. Financat mbeten të qëndrueshme, por është koha e dur për të rishikuar buxhetin tuaj. Investimet e vogla mund të sjellin përfitime në të ardhmen. Binjakët, sot do të ndiheni të dashuruar dhe të mbështetur nga partneri juaj, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë interesant në rrethin shoqëror. Jeni të hapur ndaj emocioneve të reja dhe mos keni frikë të shprehni ndjenjat tuaja. Financat janë në një fazë pozitive, por shmangni riskimin e panevojshëm. Një këshill nga një mik mund t'ju ndihmojë të merrni vendime më të mira. Gaforia, në dashuri sot mund të lindin keqkuptime të vogla, ndaj përpiquni të ruani qetësinë dhe të mos merrni vendime të nxituara. Për beqarët, një takim i papritur mund të shfaqet si një mundësi e re, por mos e idealizoni personin përballë. Shëndeti është stabil, por mos neglizhoni pushimin dhe gjumin cilësor. Planifikoni mirë dhe mos lejoni që emocionet të ndikojnë në vendimet financiare. Luani, sot në marrëdhënie do të ndiheni të vlerësuar dhe të kuptuar nga partneri, ndërsa beqarët mund të fillojnë një njohje të re që do të zgjojë kurreshtje. Jeni të hapur ndaj bisedave të thella dhe mos u friksoni të ndani mendimet tuaja. Financat janë drejt përmirësimit, por është e rëndësishme të menaxhoni të ardhurat me zgjuarsi. Virgjëresha, marrëdhënia me partnerin do të jetë më harmonike, me mundësi për biseda të sinqerta dhe përforcim të lidhjes. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që ka njohur prej kohësh, por do të duhet kohë që kjo të marrë drejtimin e duhur. Financat janë të qëndrueshme, por mund të lindë një shpenzim i papritur. Planifikoni me kujdes dhe shmangni blerjet impulsive. Peshorja, sot do të përjetoni një atmosferë të ngrohtë në jetën tuaj sentimentale, me mundësi për të ndarë momente të bukura me partnerin. Beqarët do të tërhiqen nga një person me energji pozitive, por mos nxitoni të hidhni hapa të mëdha. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë vëmendje të veçantë dhe përkushtim. Financat janë stabile, por është koha të filloni të mendoni për kursime afatgjata. Akrepi, në dashuri mund të ndjeni nevojën për më shumë pavarësi ose hapësirë personale, ndaj komunikoni qartë me partnerin për të shmangur keqkuptimet. Beqarët mund të ndihen të pavendosur mes dy zgjedhjeve, por është më mirë të ndiqni instinktin tuaj. Kujdesuni për shëndetin mendor, merrni pak kohë për veten dhe relaksin. Shigjetari, marrëdhëniet romantike do të kenë një energji pozitive sot, me mundësi për të përmirësuar komunikimin me partnerin. Beqarët mund të marrin një ftesë interesante nga dikush që prej kohësh ka treguar interes. Në vendin e punës mund të përballeni me një sfidë të re që kërkon kreativitet dhe fleksibilitet. Një diskutim me familjen për çështje ekonomike do të sjellë qartësi. Bricjapi, në dashuri sot sinqeriteti është çelësi për të shmangur keqkuptimet me partnerin, mos e mbani brenda ato që ndjeni. Për beqarët, dita sjell mundësi për njohje të reja përmes aktiviteteve sociale, ndaj jeni të hapur ndaj takimeve të papritura. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet për gjëra të panevojshme. Ujori, sot në jetën sentimentale do të ndjeni një dëshirë për thellim të marrëdhënies, duke shfaqur më shumë ndjeshmëri dhe kujdes ndaj partnerit. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush me të cilin ndajnë interesa të përbashkëta. Në aspektin profesional, dita është e favorshme për bashkëpunime dhe për të marrë përsipër detyra të reja. Në dashuri sot do të ndjeni një lidhje më të fortë me partnerin, ndërsa beqarët mund të njihen me dikë që do të zgjojë interesin e tyre të veçantë. Jeni të hapur ndaj bisedave të thella dhe mos hezitoni të ndani ëndrat tuaja. Në aspektin profesional pritet një mundësi për të treguar aftësitë tuaja në një projekt të ri, ndaj jeni të guximshëm. Financat janë në një nivel të mirë, por planifikoni për të ardhmen. Vjen programi Shtypi i ditës dhe ju do të jemi me komunikimin së bashku më njëherë, por shohim pak me detaj një reagim të kryeministrit Rama në lidhje me çështjen e integrimit të antarësimit, fakti që gjatë ditës djeshme në një farë mënyrë raporti i ndërmjetëm i bar mori një dritë jeshile. Këshilli i Bashkimit Evropian e kaloi raportin i bar dhe tashmë ditën e sotme pas ditësh mbledhja e ambasadorëve të vendeve të Bashkimit Evropian për diskutuar edhe për Shqipërinë. Kryeministri në këtë postim në rrjetet sociale duke thënë edhe mirëmëngjes, pak a
shumë është postimi i çdo dite i zakonshëm, por që sot fokusohet tek integrimi. Dhe kryeministri Rama shkruan, than negociatat u bllokuan, than Shqipëria u ndëshkua, than Europa u zgjua dhe narkoregjimi u zbulua, u lëshuan rrugëve me Molotov për ta djegur Shqipërinë në sytë të huajve, u lëshuan nëpër Europë me thas balte e llumi për ta zhgaravitur Shqipërinë në sytë të huajve, u gënjyen si gjithnjë nga mendja e tyre dhe gënjyen edhe ata gjithnjë më të pak që shkojnë me atë mendje. Humbën përsëri dhe Shqipëria përsëri fitoi. Këtu besoj referohet opozitës, duke lexuar atë që kryeministri shkruan. Dhe vijon, më 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE vullos me sukses fazën hyrëse dhe çel fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit, sepse ndryshe nga si e përflasin ditë e natë ata që gjithnjë humbasin në fund, Shqipëria Europiane që po ndërtoi është një histori suksesi, e cila shkruhet me vizion, punë dhe përkushtim, hap pas hapi, e në fund gjithnjë fiton. Kjo është një tjetër ditë krenarie për Shqipërinë, për skuadrën tonë të madhe, për gjitha repartet e saj në çdo pjesë të fushës së përgjegjësive publike, për shumicën parlamentare, për qeverinë, për institucionet e pavarura, e sigurisht për ata që i përfaqësojnë ato në tryezën e negociatave për Shqipërinë 2030 në BE. Urime të gjithëve, mbi të gjitha faleminderit çdo shqiptari dhe shqiptareje që na beson e na mbështet në rrugën e këtij misioni historik Forca Shqipëria, shkruan kryeministri Rama. Pra ka kaluar raporti i bar, raporti i ndërmjetëm, në mënyre ka marrë dritën jeshile, megjithëse patjetër BE edhe dje ka thënë që do të jetë më kërkuese me atë që është miratuar, por ky është reagimi i kryeministit që edhe shigjeton akuzon në opozitën që ka hedhur llume balte edhe në Europë, por që më pas, sipas tij, opozita humbi përsëri dhe Shqipëria fitoi. Mirëmëngjes, përshëndetje, mos u mbasim kohë, vijojmë me bisedën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të përshëndes, zoti Mehmet, estim që nga veshur me këtë këmishën kështu me ngjyra, me gjëra. Po keni fest nesër, keni dhe zgjedhjet për kreun e PD-s që nga bër gati kështu. Apo edhe pranver, moti mirë. Moti mirë, po çfarë feste ka nesër? Po rizgjidhet zoti Berisha në krye të PD-s, i vetëm është si kandidat. Shoku e Verzi. Po, së dhja të e thua ti, ku të gjohën? Të gjoj. Po ta njësim pak ditën edhe pozitivisht. Më thuaj të lutem. Do të prezentoj para kësaj këtë... Që është kjo? Po s'po të gjojmë mirë. Po ne thuaj me fjalë, të mos të mbasim ko. Po pra, ja. Janë këta të... Po ne thuaj me fjalë, që të mos të mbasim ko. 2 sekonda. Po, dhe ai po përgatit se tani problemi i tyre është lufta kundër SKAP, se këtu do të dalin ata. Po harrojnë se do marrin kur një vot të Partisë Demokratike, pasi tani ata e kanë të drejtë politike, nuk bashkojnë vota me Edi Okej. E cilit vit ishte? 2005 e tjerë dhe thoni që nuk beri... Po, e ka thënë me 21 maj të 2026 ka bashku votat, dhe këte e ka thënë para 3 javësh që ka dhe javësh. 3 javësh. Po mirë mëse për integrimin i bashkoj votat së pare njërë, që të keqe ka? Po, edhe për integrimin, për regullorin, për korupcionin, janë të zotore, janë... Okej. Ore, këto mendojnë për popullet, për shtetet. Po shumë mirë. Tani ai ka zgjedhjet me 20 nesër apo zgjedhjet. Po. Do të ndryshojmë këtë termin zgjedhje, do të themi votime. Po, me një kandidat edhe ashtu mund t'i themi, patjetër. Me një kandidat, me një pas një program... Ose referendum, se mund votohet me po ose jo. Se kemi parat fletën, po i vëm o emër, nuk prish puna jo. Çfarë emri do t'i vëm? Pa emër mos ta lëmë. Kjo është një turpi që evulos përfundimisht historinë e tij si një njeri që do ta mbulos përfundimisht veten diktator, dhe unë jam ma shumë respektuar Enver Hoxhën se Sali Berishën. Ka pas më shumë parime ai se ty. Më shumë parime. I bote një parë zgjedhje, i dinte, e shkonte atje, ishte kush ishte, kishte vendosur ai pikën mbi dhe nuk lëvizte. Ndërsa ky
flet me terma demokracie dhe na përdor metodet e Enver Nuk garuan se një pyetje që unë bëj gjithmonë është që pse këta që janë në PD-n, grup parlamentar, në kryesi nuk garuan. Jam dakord me këta që u përjashtuan për një arsye apo për një tjetër dhe e kuptoj. Po nëse i heqin pak veç këta, të tjerë pse zgaruan, mos e thot zgarojnë, thotë se kanë frikë se humbin e tjerë. Kenjat, sa janë, mbi 40 deputeta, 50 sa shkojna, antar kryesie. Pse njërin e këta nuk doli të garonte? Firmat piramidale dhe korupcioni 10 vjeçar që ka qeverisë Sali Berisha, të gjithë kryeministët që kanë ardhur nuk kanë një histori suksesi, kanë vetëm një histori korupcioni. Këto pare bëjnë namin në Shqipëri. Unë shpresoj fort tek ardhja ambasadorit, atij general, atij burrit të madh shtetit, që të vijë të shfaqet edhe president edhe kryeministër dhe të mbështes dhe të ketë një dorë fort drejtësia këtu që të jetoj dhe këto t'i zbërthej dhe t'i shej para drejtësi dhe para hekrave. T'ju mori, t'ju sekuestroj pasurinë. Pas sekuestrimit pasurinë, këto mbeten mbretër. Dhe bëjnë si të duan. Faleminderit. Të falenderoj, përshëndes, do të kemi mundësi që të dëgjohemi, po qofte nesër apo dielën tënën. Mirëmëngjes, përshëndetje, vjojmë një tjetër bisedë përmenda këto ditë, me që zotëria foli për edhe mirakujt ish Partia Demokratike. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, zonjë, mirë se vini në program. Në lidhje me temën e dishme që bashkoi votat me PS-n, Berisha, kjo. Po, për rregulloren e kuvendit, jo për në një gjë kush e di tani. Për tu habit, sa i thoshe nuk i bashkoi kurrë, po se duket kanë diku ndërkombëtarët. Dhe s'dyti, shuplaka më e madhe që i dha Rama dhe BE-ja, ishte kjo që doli tash i live ai, edhe që më thanë do të na pravojnë, do të na pranojnë, sepse nuk ka lanë vend pashku për me shanë në anglisht Shqipërinë. Është anti-shqiptar. Ati çdo fjalë që ti thush, ati i shkon. Unë do thosha që inshallah vjen me kënd marr ky generali edhe din se çfarë. Po pse çfarë prisni ju personalisht dhe çfarë presim ne në Shqipëri nga një ambasador i huaj? Okej, është i SBA-ve, ne di marrëdhënien edhe rolin e tjerë. Por ne hallet i kemi këtu, po e themi të përditshme apo prap. Ne jemi të varur nga Amerika. Prap të varur nga të huajt na kapin për veshje apo si. Pikërisht pra. Pikërisht. Ja shipe Kroacinë, shipe Rumaninë. I arrestuan kryeministin e Çarishin këto për 1 orë për këto dhe nuk pyetën, nuk çan kokën për Amerikë. Edhe për BE. Tjetër. Po. Tjetër. E fundit të lutem, shumë shkurt, po? E fundit, e di që do thoshe kështu. Po që të bëjmë se jam ngusht me kohën, se tërë po më thonë tani, po kemi një stër hapësirash, rubrikash edhe prandaj. Bukur pra, minimizoni qik ato reklamat për postatën e për atë. Duen atë shumë rëndësishme, edhe për shëndetin së pari. Po? E shtypit jo 2 herë, po 1 herë. Po më thuaj, për te asaj, të lutem. Bukur. E fundit me që më thatë fundit, po? E funit, po ta them edhe unë, për mu, Alibaba me 40 hajdut, Evropa edhe Amerika, duhet të nxjerrin jashtë loje, jashtë politike, të autopop, ashtu sepse të nxjerrin sekretariat kriminale tek e funit. Faleminderit, të përshëndes. Ashtu ka futaj mrena grupit. Dhe mendjes, faleminderit. E kam dhe një bisedë, mirëmëngjesi. Përshëndetje, zoti Mehmet, më thuaj, më mirë kupton, besoj të dëgjoj, dhe dita fundjavë të mbarë, së pari. Zati, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Talem politikën, se vjen edhe zërë të klasi për politikën këto situacione, se ne Shqipëria po ecën përpara, po fillojnë ato bisedimet e Parlamentit Evropian dhe kështu që nuk po flasim. Po kam hadhën tek sporti që më tërheq më shumë. Ma thuaj. Po e keni gjetat, jam shumë kurioz. Kush e rekomandoi trajnerin Maranda Italia që të vinë edhe të përfaqësoj. Duka e di. Është shumë e çuditshme. Ai nuk ka fituar asnjëherë. Asnjëherë nuk ka fituar. Te Pisa, te Cagliari, ka qenë disa kategoria dytë dhe nuk e kuptoj të si ka mundësi që na doli e papritur, kjo një surprizë e jashtëzakonshme. E kemi pasur Bari, nuk ka pasur sukses. Dhe unë besoj me dështim madh me Bikeqari, do them po, nuk është trajner për Shqipërinë. Okej.
Mirë, faleminderit. Ne shpresojmë që dalje kundërta, se duam të mirën e ekipit kombëtar. E fundit lutem. Bravo. Duhet që dalje kundërta, por nuk besoj se punojnë më mirë se ka punuar i pari Xhani Dibiazi ose Servina Shqipëri nuk punon. Zoti Mehmet, faleminderit. Të përshëndes për telefonatën edhe ditën mbarë. Ditën mbarë dhe për ju, me jedhemi styr shqiptarja.com edhe me lajmin e fundit që e bërë me dije pak më parë. Zhvillimi kryesor është pra në lidhje me reagimin e kryeministrit Rama, Këshilli i Bashkimit Evropian e kaloi raportin i bar. Rama ka deklaruar opozita humbi përsëri dhe vendi përsëri fitoi. Me 26 maj në Bruksel, konferenca Shqipëri-BE çel fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Nga redaksia investigative, Çifti Meta Kryemadhi morën miliona, por kompania e Adrian Shatkut pagoi edhe familjen Berisha, VKM e personalizuar e Berishës për klientin e Argitës. Digjen 4 makina betoniere në Vlorë, shkak dyshojnë konfliktet e pronarit të një nyje apo kantieri ndërtimi dhe PSPD konsensus për rregulloren. Rikthehemi në studio sepse do të vijojmë, do të shohim me interes shtypin e shkruar si sot 29 vitën parë, pra të 22 majt vitit 1997. I marrim me radhë gazetat që kemi në arkivën tonë, duke nisur me ato të pavarurat, me gazetën shqiptare, ka rastisur ditë e njëjtë, 22 maj i vitit 1997, dhe ende ishim me ato diskutimin, palët nuk e kishin arritur një dakordsi, ultimatumet e faktorit ndërkombëtar, pra për ligjin elektoral edhe për zgjedhjet që do të ishin të jashtëzakonshme. Partit e vendit këtu, pra partit tona, i drejtoren e Europës, na ruani votat, ndërsa presidenti ishte Berisha në të kohë premton emërimin e kryetarit të ri të Shikut, kandidat dy jurist. Nano, kryetari i PS-s deklaronte, vetëm kështu do të hyjmë në zgjedhje me disa kushte. Berisha pret Finon dhe lëshon në dy çështje. Fino, kryeministri i qeverisë pajtimit kombëtar, Foresti dhe Lino, ambasador tuaj, paraqesin draftin për monitorimin europian. Ultimatumi Vranickit, mediatori ngresupet, partitë e gdhin në kryeministri. Shohim pra dhe në foto një tyrezë me kryeministrin Fino të asaj kohe të partive politike. Ministri jashtëm grek paralajmëron partitë mos humbisni shansin e 29 qershorit dhe në datë janë mbajtur zgjedhjet raundi i parë, ka pasur edhe një raund tjetër. Këto ishin zhvillimet, por letime përfundimtare, marrëveshje përfundimtare ende nuk ishte arritur. Jemi sty gazetës Koha Jon se si pasqyron këto zhvillime. Ne në fakt gjatë kësaj periudhe me vitin 1997 kemi qenë të fokusuar dhe me këto zhvillime. Vitin mbrapsht për shqiptarët, por këtu jemi në maj, pra pas marsit që kishte ngjarjet më të tmeshme. PS në zgjedhje shahet opozita. Socialistët lëshojnë 8 kërkesat e opozitës dhe pranojnë të hyjnë në zgjedhje, por dua monitorim, pra atë që pasqyrohet nga gazetën shqiptare. Europa të na ruaj votat. Opozita reagon fort, qeveria shkruan Vranickit. Tepe Lena, kundër Berishës me antitank, Garda nuk çan rrugën për në jug, presidenti pranon Shiku me 2 kryetar. Dokument tepër sekret të vidhet 26 maj, Nano Berisha Trieste numër 2. Këto janë zhvillimet edhe në gazetën Koha Jon. Kalojmë në botimet politike, me RD-n do të jemi së pari, pra me Rilindjen Demokratike, dhe në pas me ZP-n që të thotë zërin e popullit. Zhvillimi kryesor në Rilindjen Demokratike, botimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë ishte ky: Partia Socialiste, le të themi 2 pika, duam zgjedhje si Bosnia. Berisha ngarkon qeverinë të administrojë votimet e qershorit, të majtët nxjerrin si kusht të ri monitorimin e plotë të zgjedhjeve nga OSB-ja. Një ditë më parë, Majko kishte ignoruar rolin e vëzhguesit të huaj. Të majtët të thonë çfarë kërkojnë, me idenë që trajtohet pra në gazetën Rilindja Demokratike që nuk e kuptojnë se ç'kërkojnë të majtët, qeveria të udhëhej zgjedhjet e lira, presidenti Berisha thret në bisedime kryeministrin Fino dhe komitetet duam udhëzime rreth taktikave të luftës. Nano takohet në fshehtësi me ambasadorin e Zanit. Këto ishin zhvillimet, po doja thoshte që në jug vepronin të ashtu quajturat komitete. Dhe së fundmi në zërin e popullit, shumë shkurtimisht, por me rëndësi edhe qëndrimet le të themi të Partisë Socialiste në këtë diskutim, dhe zhvillimi kryesor është ky: Berisha
nuk ka vend në Vlorë. Ky është zhvillimi kryesor i Zërit Popullit në numrin e thëntes 22 maj 1997. Pra Berisha nuk ka vend në Vlorë, vlonjatët përsëri në shesh rinistin protestat masive kundër presidentit. Reagimi menjëhershëm në Vlorë pas vizitës së dështuar të Berishës në Fier, dje rreth orës 10 mëngjesit, mijëra qytetar janë mbledhur në sheshin e Flamurit dhe kanë protestuar kundër demagogjisë së atij që pasi i vrau e i vodhi vlonjatët dhe gjithë shqiptarët kërkon t'i rivras përsëri me mashtrime dhe demagogji. Është edhe një foto që shohim në ekran. Hijet e piramidave do të ndjekin Berishën si fantazma dhe kërkojnë garancit plota ndërkombëtare, takime të partive me kryeministrin Fino. Kjo ishte rubrika Na ishte një herë. Pak reklama dhe rikthehemi për të vjuar me Shtypi ditës dhe ju. Rikthehemi në studio dhe me programin e mëngjesit Shtypi ditës dhe ju dhe do të kemi mundësi që të diskutojmë dhe analizojmë disa zhvillime të aktualitetit dhe të rëndësishme edhe me çështjen e integrimit, pasi ditën e djeshme Këshilli i Bashkimit Evropian e ka dhënë një dritë jeshile dhe kaloi raportin i bar për Shqipërinë. E mëngjesin e sotëm reagoi kryeministri Rama, gara apo zgjedhjet në PD që do të mbahen ditën e nesërme dhe i nominuari i SBA-ve pra për ambasador në Shqipëri që ka shpallur prioritetet e tij. Është bashkuar në studio, përshëndetem, i them mirëmëngjes me kënaqësi kolegu Ylli Pata, gazetar. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes, faleminderit. Unë dua të prek ato 3 çështje që sapo i përmenda, le të themi çështja e parë, edhe një zhvillim i minutave të fundit, nëse themi në këtë kuptim, reagimi i kryeministrit Rama. Ju Ylli e dini mjaft mirë, edhe keni shkruar. Ditën e djeshme, Këshilli i Bashkimit Evropian në farë mënyrë dha një dritë jeshile këtij raporti të ndërmjetëm i bar, pra që avanson procesin e integrimit. Ndërsa sot kryeministri më së shumti e kishte shigjetoi opozitën, që çfarë nuk la pa thënë këtu apo edhe jashtë, por procesi i integrimit vijon, nuk është bllokuar dhe nuk ka ngecur. Si e ke parë gjithën këtë dhe faktin që kryeministri e gjeti mundësinë që menjëherë ta shigjetonte opozitën? Faktikisht, reagimi i Ramës ishte i pritshëm pas një vendimi ku ai, domethënë, dhe qeveria e tij ka arritur objektivin. Por fakt është që nuk duket se ishte kaq e thjeshtë. Nuk duket se ishte kaq e thjeshtë, se ne këtu kemi qenë edhe në fund të vitit shkuar, kur këtu u parashikua trazira politike me rastin Palluku, me rastin e tjerë. Pra thelbi ishte më i madh se sa një rast gjyqësor apo një rast politik në Shqipëri, sepse rastet politike dhe rastet gjyqësore duhet na bëhen si pjesë logjike, mirë po pritej një referim ose një transferim i kësaj tek ajo që ka ndodhur në Maqedoninë. Ju e dini, Bullgaria ka 2 vjet që thotë ja, pra e ka bërë edhe me Ibarin. Mund ta bënte edhe për ne një vend i Bashkimit Evropian. Ajo që pritej të ndodhte, ose që kishte dëshirë për të ndodhur, shikohej qartë në zhurmën politike në Tiranë. Ama thelbi është që nuk ndodhi sepse, për mendimin tim, Spari ka pasur, padyshim, një lloj lobimi, domethënë një punë që bëhet përpara nga qeveria, përkatësisht e Rama, domethënë me lidhjet e tij. Megjithatë, unë mendoj që e gjitha zhurma që u bë për Ibarin ka një po them një lloj naiviteti, sepse domethënë një lloj prioriteti ose një lloj, si thonë italianët, ascesa e kësaj pjese të integrimit të Shqipërisë pritej pikërisht që nga miratimi i reformës në drejtësi dhe pasojat e para të saj. Domethënë, nëse mani mend kur Romana Vlahutin, që ishte ambasadore BE-s, dhe Margarita Mogherini ushanin si, domethënë me fjalët e rrugës, tu kishte diçka. Ama Shqipëria po kishte kalu atë, do kishte dhe favore. Pra, Edi Rama sot po korr atë që ai ka mbjellë, ose, si me thënë, në thojza vujtjet që tjerët në partinë e vetë kanë, në fundit nuk është një vujtje madhe, sepse kemi të bëjmë me
4 mandate qeverisë. Jo, pa tjetër. Po te kjo çështje, gjithsesi Bashkimi Evropian do t'jetë më kërkues ndaj Shqipërisë. Dhe pjesën e parë të postimit kryeministrit mëngjesin e sotëm ishte shigjetimi ndaj opozitës. Çfarë nuk la pa thënë. Si e keni parë qëndrimin e opozitës, edhe takimet që bëshin në Bruksel dhe kudo, megjithëse më pas e miratuan së bashku atë rezolutën për integrimin. Qëndrimi i opozitës nuk ka qenë një qëndrim, po themi, i menduar. Qëndrimi i opozitës... Kur shkon në Bruksel edhe opozita, që duhet të bëj? Pa dyshim që duhet të përkrahë integrimin, duke thënë, duke kërkuar, po themi, përmirësime, sepse kur je në Bashkimin Evropian, gjdo opozit është më e rëndësishme, sepse, po themi, Partia Demokratike, nuk është e vetme, po ka nesër gjithë Partinë Popullore Europiane, por opozita ka rënë në një grack, si që ka rënë gjithmonë, nga disa qarqe politike jashtë diplomatike e Shqipëria, por edhe nga gracka mazhorancë, si i tha që ka probleme, do hajmë dhe mund të fiton të Partia Demokratike. Sepse nëse nuk miratoi Bari, nëse shtyhet e tjerë, mund të shihesi një sukses i opozitës, sepse do të thotë që kishte probleme qeveria, qeverisja, rasti Balluku e tjerë. Problemi sot, për mendimin tim edhe unë e kam shkruar disa herë, problemi sot nuk është kjo, sepse ne jemi në mandatin e 4 një mazhorancë, e cila një farë mënyre e ka kalu, e ka hëngër livadhin e saj, që të vi një opozitja, ke rastin e Hungarisë, të vi një opozit, duhet të mendoj që tjetë edhe plus kësaj. Sepse pastaj, do më thënë... Që një ndryshim shumë madhë... të arrezoj këtë, ose të destabilizoj këtë, përkuna e forcon një opozitë cila sot është këthyrë një... Shqipëria në BE antare me drejtat plota brenda 2030-ës, apo kjo është një tjetër çështje që prap duhet... Kjo duket qartë, e tha dhe kancelari, ne flasim për Moldavinë, Moldavia dhe Shqipëria janë 2 vende, një farë mënyre që janë të lista vendeve më të varfra. Sot Moldavia ka fituar një fuqi të madhe gjeopolitike dhe pa dyshim që është edhe Shqipëria. Për disa, do me thënë, dhe kjo është fakt. Janë dhe rrethanat që po na favorizojnë. Kjo është fakt. E kuptoj. Ndalemi pak në një tjetër çështje, nesër ka, nuk di që emër ti vëm, nga referendum, thjesht votim, se zgjedhje bëhet paktën mes 2 emrave, po 2 personazheve në PD. Si ke parë gjithë këtë që ndodhi për Jezë Vërtetës? Me ato kandidatura që nuk u pranuan, me të tjerë që nuk kandiduan, se mund të garonte edhe dikush që është deputet antar kryesie. Problemi i garës në PD është e qartë që Berisha nuk e ka problem një garë, po s'ka dashur asnjëherë një garë. Që po flasë në kohën... Edhe për fiksim nuk e do në një rival tjerë, nuk e do... Po pse? Ta shpjegojon, është mentaliteti... Sa i ndoshta fitonte? është mentaliteti i një politikani tipik që sot është edhe model edhe në mainstream, që nuk kërkon faktor që dalin, faktorët i cakton ai. Një garë në Partinë Demokratike, Sali Berisha ka mundësi ta përballojë. Pikërisht. Dhe Sali Berishës dhe Partisë Demokratike nuk i bën keq, por Sali Berisha nuk don faktor që sepse nuk është problem Berisha dhe konkurentët, po themi Saliani, apo dhe Zonja Kokalari, ata e din që nuk e marrin dot vendin Berishës, po duhet t'jenë në krahat e tij për të qenë ato që do të marrin ereditetin ose trashëgimin. E kam pa që në krahat e tij është Edi Paloka dhe Flamur Noka, sepse janë personat kyç për punën. Problemi i Partisë Demokratike, unë mendoj se është më i madh se kaq, sepse Partia Demokratike nuk se ka qenë përgjithsisht parti e organizuar si përsoja, ka qenë një lëvizje me disa, po themi, shpirtra, me disa grupe interesi brenda, të cilët Berisha i ka menaxhuar, ka bërë aleanca, mund të ketë prishur probleme,
Po, përgjithsisht ka negocuar me këto grupe. Partia Demokratike sot edhe këto grupet interesit I ka humbur. Një pjesë I ka marrë Edi Rama, një pjesë I ka marrë, janë larguar. Një pjesë janë larguar. Dhe Partia Demokratike ka probleme me Partinë Demokratike. Dhe për të parë, shumë e thjesht, për të parë këtë situatë, është Shkodra. Shkodra ku Partia Demokratike ka qenë parti reale, parti në territor, parti e organizuar. Dhe fitoria Benet Beci në 2023 pa një fitore të Partisë Sociale në çdo njësi votimi në Shkodër. Pra, Partia Demokratike nuk është ajo që është. Dhe kjo është zhvillim politik për mendimin tim, po të ne nuk e komenton Ne që mundemi raportim nesër apo që do ndjekim zgjedhjet, ku do qëndroj elementi më kryesor nesër? Nuk di tek pjesëmarrja, elementi më kryesor pa dyshim janë numrat. Për të parë sa votojnë dhe reagimin sa këto numra. Dhe për të parë këto numra, mendoj, aq sa mundemi ne si gazetar, ti lexojmë në përvënde, sepse geopolitika e votës ka shumë rëndësi. Edhe ne pak e lexojmë geopolitikën e votës, nga vjen, nga cila zonë. Partia Demokratike ka qenë, po themi, majmë Tiranën, ka majtë Tiranën 2011 që doli barazim me Kamzën dhe Paskuqanin. Sepse ne e dim shumë mirë, me pjesën e Vorës, e dim shumë mirë që aty ka pas një bastion që e kontrolon dhe po Partia Demokratike nuk është si përseja. Kjo ka rëndësi, thoni, geografia e votës... Për të parë nga vjen vota, për të parë nga kjo, se e reja nuk është se fitoj Berisha. Megjithatë duhet të parë pastaj ku vendi. Po dhe tek kjo përqindja që sa do të votohet, do të thotë diçka? Edhe ajo duhet të parë sa marin pjesë, duhet të parë, sepse... Pjesëmarrja dhe më pas edhe se sa Partia Demokratike është një parti opozitare, se nuk është një parti pushteti, është me thjesht një parti pushteti për të marrë pjesë. Sepse marrin pjesë njerëz që punojnë diku, kanë interesa edhe më të mëdha. Këtu interesat bjerren, megjithatë shqiptarët mendoj unë, edhe kjo është gjë shumë e mirë, janë njerëz politik. Kanë qef me marrë pjesë, kanë aktivitetet të tyre, dalin në për, domethënë diskutojnë. Diskutime bëjnë edhe në këtu. Domethënë nuk vdes ajo, domethënë pjesëmarrja politike, edhe kur me këtë sistem të mbyllur I bllokohet. I blokon, po, mbi gjitha në votimin në zgjedhjet e gjithë në sistemi hapur. E kuptoj. E fundit ylli si argument, edhe ju keni shkruar dhe mund kam zhvilluar biseda edhe me qytetarët tek I propozuari apo I nominuari për ambasador të SBA-ve në Shqipëri. Karriera e tij ndoshta edhe për ata që ndjekin qytetarët e thjeshtë që nuk janë fort të angazhuar, po them në këtë mënyrë, është e rëndësishme, ushtarak, general, presin që të vi dhe t'i bëj zap e tjerë. Çfarë prisni ju personalisht? Ka munguar ambasadori për një periudhë të gjatë dhe si do të trajtojmë dhe këtë çështje, pra që ende të na kapin për veshësh apo? Nëse unë kam ndjek gjithmonë duke qenë reporter politik, emërimet e SBA-s dhe gjithmonë SBA-ja ka gjetë një ambasador sipas situatës, sipas misionit dhe objektivit. Megjithatë, zgjidhja një generali tillë është një logjik politike, pra kanë sjell një nivel të lartë ambasadori, një ambasador I cili nuk vjen nga departamenti I shtetit, nuk vjen nga diplomacia klasike, po vjen nga një përvojë ushtarake, është e dyta herë që pas James Jeffreyt. Dhe nëse e mbaj mend James Jeffrey, kur erdhi këtu ambasador, Shqipëria ishte pjesë e aleancës për luftën në Irak, dhe James Jeffrey pas Tiranës u emërua ambasador I Shtetit Bashkuara në Irak. Dhe gjërat duken qartë, kanë një lloj sensi. Këtu nuk vjen një diplomat, për shembull si, po themi, John Withers, I cili ishte shefi I operacioneve speciale të Departamentit të Shtetit apo Alexander. Se kanë bërë këtë zgjedhje edhe në varësi të periudhës kohë? Është e qartë që është një zgjidhje politike nivelit lartë. Pra, ambasadori Hill, I cili e kishte lënë fare karrierën,
u këthy nga Joe Bideni edhe u qunë Serbi, që ai kishte luftë, dhe më thënë, kishte në 99 kishte bashku faktorët në Serbis, u qunë Serbi për ta mbajt largë Serbin nga Rusia, pra e morën nga pensioni, e qunë me mision posaçëm të cilët ai një farë mënyrë e realizoi. Dhe marrjen e generalit trupave speciale amerikane, një vend ku në Shqipëria është caktuar si qendra e shtabit të operacioneve speciale të NATO-s, bën sens. Pa dyshim që ai është një diplomat, si që e tha, do merret me krimin, drogën, korrupsionin, por, do me thënë, unë mendoj që, por nga aspekti, si me thënë, logjike dhe, do me thënë, peshës, do jetë një peshë e rëndë, po shumë e rëndë. Peshë shumë e rëndë, okej, po e mbyllim këtu dhe ta presim, gjithmonë nëse të marrë okejnë edhe të gjitha halka. Do flas pak, po kur thotë, do flas pak dhe fjala do t'jetë shumë e rëndë, thjesht e rëndë. Ylli, faleminderit Mestit, ditë mbar, faleminderit dhe ju që na ndoqët. Mbritëm fund të shtypit ditës dhe ju për mëngjesin e kësaj të premte, qëndroni me Report Televizion Vioni me Rëzet Dielli, ju uroj shikim të këndshëm.